Mirë po, nëse bëhet në shtëpi, atëherë duhet të kemi parasysh. Ta bëjmë atmosferën mrena në xhami si duhet. Ta bëjmë atmosferën të mrena në shtëpi. Nëse ka fotografia, i urdhnojmë gjithëve t'i hekin fotografiat. Pse? Sepse në vend ku ka fotografia në përmurën e njerëzve, me laçet nuk hinë. Nuk hinë me laçet. Figurat në formë njeriut, po ashtu i urdhnojmë që t'i hekin, t'i largojnë. Instrumentet muzikore, po ashtu i urdhnojmë që t'i hekin. Nëse ka qenë mrena, po ashtu i urdhnojmë që t'a hekin qenin, t'a largojmë për ati vendit. Sikur që ka në hadith, ku ka fotografia, edhe qenë, me laçet nuk hinë. Edhe më kujtohet bile një hadith, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Xhibril alayhis salam I kishte premtu me ardhmë kohë caktuar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e priti Xhibrilin alayhis salam dhe nuk erdhi në kohën e caktuar. Dhe pastaj Aisha radhiyallahu anha e vreti një qen I cili kishte hyrë mrena. Kishte hyrë mrena te dhoma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha, ja këtu është një qen. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhnoi që largohet qeni prej dhomës. Dhe pastaj erdhi Xhibrili alayhis salam. Dhe pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, pse nuk erdhe tha në kohën e caktuar? I dërguari I Allahut është I saktë në premtimet e tij në kohën e caktuar. Tha, ne nuk deportojmë, nuk him në vend ku ka qenë. Pra, nëse gjithë këto I kemi në shtëpiat tona, ta dim se me laçet nuk hin. Me laçet e rahmetit nuk hin. Nuk deportojnë të shtëpia jote. Pse se e kanë pengesë. E kur nuk hin me laçet, kush hin? Kush hin? Shejtani hin. Sa I me gjithë mi pas këto pengesa, edhe ai me deportu, edhe me kry rolin e vet, me kry punën e vet.